Rrugët e Shkupit u mbushën sot përplot me qytetarë që morën pjesë në marshin paqësor të organizuar nga Iniciativa Të Gjithë për Palestinën. Me pankarta, flamuj dhe thirrje për drejtësi, pjesëmarrësit kërkuan ndaljen e gjenocidit që po zhvillohet në Gaza dhe mbështetje për popullin palestines. Aktivistët theksuan se protesta synon të kujtojë se nuk ka paqe pa liri dhe se drejtësia për Palestinën është një parakusht për një botë të drejtë. Të kërkojmë falje nga populli palestines në shenjë mbështetjeje dhe për gjithçka që nuk është thënë. Brohorimat e qytetarëve për një Palestinë të lirë nuk u ndalën pothuajse në asnjë çast. Sot jemi këtu dhe do të jemi këtu çdo të shtunë tjetër nga tani e tutje, për të thënë qartë dhe me zë të lartë, jo në emrin ton. Gjatë marshit u lexua edhe një dëshmi nga një grua e re nga Gaza për të kujtuar se pas statistikave qëndrojnë jetë e familje reale. Protestuesit kërkuan nga qeveria të dënojë gjenocidin, të votojë në OKB në mbështetje të Palestinës, të njohë sërish Palestinën, të ndërpres marrëdhëniet me Izraelin, të ndihmojë Gazën dhe të arrestojë autorët e krimeve të luftës. Marshi u mbyll me thirrjen për drejtësi, përgjegjësi dhe solidaritet, sepse pa drejtësi nuk ka paqe.